أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nawawiut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani Fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat janë drejton besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot do të fillojmë me kapitullin e ri, kapitullin e 15 me radhë, ku Imam Nawawiu rahimahullahu ta'ala thot babun fil muhafadhati ala al-a'mal, kapitulli që flet për kujdesin ndaj veprave tona ose për ruajtjen e veprave tona të mira që i bëjmë na. Dhe si zakonisht në fillimin e kapitullit i rëndit ajetet që i sheh të përshtatshme për kapitullin të cilin e ka përzgjedhur që t'ja prezanton besimtarëve në këtë libër. Thot Imam Nawawiu rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allahi wama nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum. Dhe thot wa qala ta'ala wa qafayna bi Isa ibn Maryam wa ataynahu al-injil wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'afatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwan Allah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Wa qala ta'ala ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Imam Nawawiu rahimahullahu ta'ala e fillon kapitullin duke i përmendur këto ajete që me to u jep mësime dhe porosi të caktuara besimtarëve. Në kapitullin e kaluar ne folëm për hadithet që flasin mbi mesatarin në adhurime apo maturin në ibadete. Dhe ishte një vijë metodologjike të cilën besimtari duhet ta kupton në raportet e tij me Allahun subhanahu wa taala. Dhe tash vjen Imam Nawawiu rahimahullahu taala me këtë kapitull na tregon se ato veprat e mira të matura mesatare që i bëjmë, nëse nuk i ruajm, mundën të na zhduken, mundën të na treten, mundën të na prishen, mundën të na humben. Andaj një vepër të mirë që ti e bën, duhesh ta ruash si syt e ballit që ajo të mbetet e shëndosh, derisa të arrin te Allahu dhul xhelal, që ta shohësh pastaj ti shpërblimin asaj veprës kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Dhe rënditja e kapitujve pra tregon urtësinë dhe diturinë e thellë që ka pas Imam Nawawiu rahimahullahu taala, që i ka lidh zinxhir halk pas halke për të qenë udhërrëfyes për besimtarin në jetën e tij. Dhe për këtë shkak, nëse ju kujtohet në fillimin e mësimeve të këtij libri, do thotë përmendëm rëndësinë që ka ky libër në jetën e muslimanëve dhe në historinë islame. Andaj nuk ka shtëpi në botën islame që se ka këtë libër. Dhe nuk ka hoxh
që se ka shëru këtë libër. Për shkak se ka përmbledh të gjitha hadithet që ka nevojë njeriu për to në inkurajimin e vetvetes dhe stimulimin e tij për të bërë vepra të mira. 2000 e kusur hadithe që do thot rumbullaksojnë parafrasisht shumicën e veprave të mira që mundet t'i bën besimtarin në jetën e tij. Andaj njeriu si besimtar, si musliman, duhet vazhdimisht të edukon vetveten, të vazhdon në ibadete dhe vepra të mira, mos t'i ignoron ato, mos të tregohet i pavëmendshëm ndaj tyre dhe domethënë të vazhdon në to derisa të jetë gjallë, pasi që veprat më të dashura te Allahu janë të vazhdueshme edhe pse janë ato pak. Dhe sura e Hadid ajeti 16 i parashton një pyetje Allahu Dhu Gjelal besimtarve dhe u thot: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. A nuk ka ardhur koha që besimtarve të rënqethet dhe të dridhet zemra nga përmendja e Allahut dhe të vërtetës që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, dhe pastaj vazhdon dhe thot: wala yakunu kalladhina utul ilm, at mos bëhen si ata që Allahu u dha librin, do ehli kitabi, fa tala alehimul amad, e kur u zgjatën angazhimet dhe obligimet e tyre, qaset qulubuhum, u ngurtuan zemrat e tyre dhe i braktisën veprat e mira. Dy porosi. E para, që zemrat e besimtarëve duhet të dridhen kur përmendet Allahu dhe do të kenë parasysh vazhdimisht madhërimin e Allahut, dhe porosia e dytë është që mos bëhemi si i thartë e librit, që kur vazhdojnë një kohë në ibadete, u bëhen monotone dhe u bëhen bajate, e u forcohet zemra dhe nuk e shijojnë ëmbëlsinë e ibadeteve. Edhe për të bërë një krahasim është interesant, te muslimanët, sa ma shumë që njeri zhytet në ibadete dhe sa ma gjatë vazhdon në to, aq ma shumë i shijon, edhe aq ma shumë kënaqet, edhe aq ma shumë i përjeton. Dhe kjo është porosia që e jep Imam Neveviu rahimullahu taala, duke e përzgjedh këtë ajet që tjetë në fillimin e kapitullit. Andaj Allahu subhanahu wa taala i qorton besimtarët me këtë ajet dhe zgjon vëmendjen e tyre dhe kurreshit e tyre. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, hadithi që transmeton Imam Muslimi sa në ti: ma kana bayna islamuna wa bayna an atabana Allahu bi hadhihi al-aya illa 4 sinin. Thot mes islamit ton, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu është i hershëm në islam, sa që ka thonë isha 1/5 e islamit, do thot i 5 musliman. Thot mes islamit ton dhe zbritjes së këtij ajetit nuk ishte më shumë se 4 vjet. Mas 4 vjetëve islam e zbret Allahu këtë ajet dhe u thot Mekelive, muslimanëve në Mekë: a nuk ka ardhur koha që të rënqethet trupi dhe dridhet zemra juaj duke përmendur Allahun dhe duke e kujtuar të vërtetën që ka zbritaj, edhe të mos bëheni sikur se i thartë e librit, e që u zgjati pak koha e pastaj u forcuan zemrat e tyre. Shikoni, Allahu vazhdimisht e zgjon vëmendjen e muslimanit në ato momente kur ati i bën monoton ibadetet, në ato momente kur ai mendon se është lodh për ibadeteve, në ato momente kur mendon se shumë gjatë i ka zgjat, e qorton Allahu mi tregu se mos u bën si ata që mendon se ke bërë shumë e ti lash pas dorë. Andaj Allahu subhanahu wa taala, sikur se në shumë argumente tjera të Kur'anit, u andalon muslimanëve të përngjajnë i tharëve të librit, qofshin të krishterët apo hebrejët, dhe
konkretisht këtë rast, mos të mërzitemi për ibadeteve dhe mos të shesim argumentet fetare me çmime të lira, e të braktisim e të lëm pas shpine, e të marrim mendimet tona si gjykatas dhe arbitër për ne, e të imitojmë mendimin e njerëzve para argumenteve të fesë, e të llogaritin ose të llogarisim priftërit zotra përveç Allahu subhanahu wa taala, sikur se ka ndodhur domethënë te ata, e krejt këto tollovina, devijime, keq kuptime të fesë janë bërë sebeb që atyre të ngërtohet zemra dhe domethënë mos pranojnë këshilla dhe mos të ndikon të ata premtimi i Allahut apo kërcënimi prej tij. Gjithashtu vazhdon Imam Neviu duke sjell ajete tjera, këtë rast ajetin e 27 të surës Hadid, ku tregon historinë e ehli kitabit. Dhe këtë kjo për ta pas mësim, ibret dhe këshill. Dhe thot: "Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam", dhe na vazhduam radhën e pejgamberëve me Isën, birin e Merjemes. "Wa ataynahu al-Injil", të cilët ja dham Injilin si libër. "Wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'afatan wa rahma", dhe bëm në zemrën e i tharëve të tij mëshirë dhe përdëlles. "Wa rahbaniyatan ibtada'uha", mirë po ata e shpikën murgjerin, kallugjerin. "Ma katabnaha alehim", nuk u kemi bërë neve këtë gjë detyrë dhe obligim. Por ata menduan se në këtë formë illa ibtigha'a ridwan Allah, do të fitojnë kënaqësinë e Allahut. "Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha", por ata nuk arritën t'ja japin hakin si duhet të kësaj vepre që ata e shpikën. Andaj Isa a.s. ishte pejgamberi i fundit të Benu Israilt. Dhe pas ti nuk ka pejgamber tjetër përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte pejgamber tek arabët dhe nuk ishte te izraelitët. Dhe normalisht si pejgamberi Allahut kishte Injilin, ungjëllin si libër të cilin ja kishte shpallë Allahu subhanahu wa taala, dhe bëri që havarijunët e tij, ndihmtarët e tij, i thartë e tij, të jenë zemërbut, e të ketë mëshirë në zemrën e tyre mbi krijesat. Por ata nuk u mjaftuan me obligimet që caktoi Zoti, dhe menduan ata se ka hapësirë për të shtu ibadete, ka hapësirë për të shtu vepra me të cilat ata i afrohen Zotit. Dhe kjo logjik, shikoni, tek njerëzit e mirë, i thartë e pejgamberit, menduan se ka hapësirë për me shtu ibadete. Kjo logjik vazhdon edhe tek muslimanët, edhe sot, që njerëzit të shpikin ibadete në fe, duke menduar se në atë formë do të bëhen më devotshëm dhe do t'i afrohen më shumë Allahut subhanahu wa taala. Dhe e shpikën kallugjerin, një detyrë që se kishte caktuar Allahu në Kur'an, as në Injil. Po ata menduan se me murgjeri do të jenë më afër Zotit, pasi që gruaja dhe fëmijët janë angazhim edhe të largon prej Zotit, prej ibadetit, prej namazit, prej dhikrit. Andaj po largohemi na prej gruas e fëmijëve e të kemi kohë më tepër për ibadet për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, këtë obligim që ata ja shpikën vetvetes për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të qenë më afër Zotit, çka ndodhi? Fema ra'au haqqa ri'ayatiha, nuk arritën ta kryejnë ashtu si duhet. Ata vetë shpikën edhe sa arritën t'i përmbahen. Edhe na jemi dëshmitar të kësaj që ka thënë Allahu në Kur'an para 1400 vjetëve. Vazhdimisht vjen e vërtetohet. Shpikën murgjerin, u mbyllën manastire, u larguan prej njerëzve duke menduar se kjo kanë më të devotshëm. Çka ndodhi? Në çato manastire ndodhen veprimet më të këqija të mundshme në mesin e njerëzve. Pse? Sepse ata e angazhuan vetveten me një gjë që se ka lip Allahu për tyre, pasi që është kundërshtim me natyrën e njeriut.
Andaj Allahu e ka kriju mashkullin, edhe ka kriju femrën, dhe ka kriju nevojë të mashkullit për femrën dhe nevojë të femrës për mashkullin. Edhe në atë moment që ti mundohesh me ngulfat këtë nevojë, ajo pëlqet, shpërthen aty ku ti nuk e pres. Edhe kështu ka ndodhur me këta. Andaj Allahu dhu xhelal po tregon se ju e shpikët kallugjerin, murgjerin, duke tentuar me të fitoni kënaqësinë e Zotit. Por, pasi që kjo është vepër e shpikur, nuk është për Zotit, ju s'keni me mujt me e kry si duhet. Subhanallah. Edhe me këtë duhet kuptojmë një gjë shumë më rëndësi. Çdo herë që njerëzit kanë mi caktu vetë vetës ibadete, adhurime, veprime me të cilët i afrohen Zotit, asnjëherë ato s'kanë me qenë të mundshme, domethënë të bëhen në mënyrë të drejtë dhe të balansuar, dhe vazhdimisht ka me qenë sebeb i teprimeve apo i devijimeve të mëdha. Ama obligime që na jep Zoti në Kur'an apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij janë vazhdimisht në përputhje me mundësitë tona dhe na tan jetën me i bë kur nuk bëhen tepër dhe kur një herë nuk na bëhen bajate sepse e kanë burimin hynor, vinë prej Allahut dhul xhelal dhe urtësisë së tij absolute. Dhe për këtë shkak edhe një herë me kuptu rëndësinë e ndjekjes së sunetit dhe rrezikun prej bidateve dhe shpikjeve në fe që fatkesisht një grumull i madh i muslimanëve nuk i kanë parasysh. Andaj kur thot Allahu subhanahu wa taala fama ra'awha haqqa riayatiha, ata nuk arritën ta përmbushin këtë detyrë ashtu siç duhet. Thënë ulemat me këtë pjesë të ajetit i qorton Allahu këta njerëz në dy forma. E para, se ata e shpikën këtë vepër. Edhe çdo vepër e shpikun është e qortuar nga Zoti dhul xhelal. Dhe e dyta, ata e angazhuan veten me një adhurim, të cilën edhe të tillë nuk arritën ta përfundojnë apo ta bëjnë si duhet. Pastaj vazhdon Imam Neveviu rahimahullahu taala me ajetin e tretë në ajetin 92 të surës Nahl, ku thot wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Është një shembull kuranor që vjen nga përditshmëria e njerëzve. Përpara për me bën një qilim, për me bën domethënë një skutaçe, për me bën një basme, një shtof, është dash punë e madhe. Është dash me marrë leshin e kafshëve, e pastaj me tjerë atë, me bope, e pastaj me fut në veksh, në maqinë për qilima, edhe e fut penin, këndej, e fut andej, dhe më thonë duhet një proces i gjatë për me bo një qerg. Shumë gjatë kohë për me bo një qerg. E tash Allahu dhul xhelal e përmendet para më sa duhet mund për ti me bo një qerg. Ama kur të marrësh me prishat qergën, veç e ja gjen fijen edhe e ngre ajo prishet shumë shpejt. Andaj e sjell shembull që një grua që është lodh gjatë kohë, tu e tjerë leshin me bo pene, pastaj tu e fut në veksh, tu e punu domethënë me bo qilim ose me bo qerg, shumë zamet, po për me prish shumë thjesht edhe shumë shpejt. Andaj do të mos u bëni si ajo gruaja e cila do të rregulloi qilimin ose me veksh e bëri shumë shpejt e pastaj masi e bëri e prishi atë për një herë. Thirrje besimtarëve që ibadetet tona kur t'i bëjmë, t'i ruajmë ato dhe mos t'i prishim, se me i prish është lehtë, nuk duhet shumë mund, për me prish pak duhet, ama për me e majt të rregulluar dhe për me majt në rregull duhet kohë dhe është zamet. Dhe pastaj e përfundon domethënë këto ajete me ajetin e surës Al-Hijr 99, ku Allahu dhul xhelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuro Zotin tan derisa të vjen yaqini, bindja. Yaqin, bindje në këtë rast është komentuar me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë se është vdekja. Domethënë kuptimi i ajit është adhuro
Zotin tanë derisa të vjen vdekja. Nuk ki pauza, nuk ki vikende, nuk ki pushime, nuk ka penzion. Ibadeti është një proces që s'ka fund. Sa ti je gjallë, duhesh me qenë rob i Allahut dhe me bëj ibadet Allahut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Allahun derisa të vdekja. Në punë e dunjas, punë e ndryshme, punon dhe pushon. Punon dhe bën pauzë. Punon dhe ki vikendin. Punon dhe ki pushimin vjetor. Punon dhe ki pensionimin. Dhe ki momente kur s'ki obligim të punës. Mirë po, ibadeti nuk është kështu. Ibadeti është i kërkuar vazhdimisht prej teje. Edhe zakonisht te muslimanët, sa më shumë që zgjatet ymri, aq më tepër shtohet apetiti për ibadet. Nuk është te puna. Te puna e dunjos, sa më shumë që plakesh, aq më shumë lodhesh edhe mërzitesh për punës. Vjen te huna, edhe thu mo kur do të vjen dita me dalë pension e të pushoj pe këti angazhimit. Kurse ibadeti e kundër të ndodhë. Aq sa më shumë plakesh, aq më shumë të shtohet dashuria dhe kooperacia për ibadete. Pse? Po shkon ymri. Po shkon ymri. Andaj mundohesh që maksimalisht me e shfrytzu qatë kohë që e keni disponim për të shtu ibadetet. Dhe për këta njerëz, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Më i miri për jush është ai që jeton gjatë dhe bën vepra të mira. Andaj jeta e gjatë me vepra të mira është dhurata më e madhe që jep Allahu subhanahu wa taala dikujt prej besimtarëve. Në anën tjetër, këtë ajet e marrin disa të devijuar prej muslimanëve, dervishat, sufit, edhe japin kuptimin kështu. Thënë, bën ibadet Allahun sa të arish gradën e bindjes, jekinit. E kur të arish këtë gradë, s'ka më nevojë me bëj ibadet. Andaj, në histori islame, tregohet në për libra, ka pas raste kur shejkhat e tarikateve, shehilert e tarikateve dhe dervishat, kanë bëj ibadet Zotin, janë falë, kanë agjeru deri me një kohë. Pastaj kanë lënë namazin, edhe agjerimin, edhe këtë, ka thonë pse kështu, ka thonë se na e kemi arrit jekinin, edhe mo tash s'kemi obligime, s'kemi nevojë me bo, punë të mira se Allah për dhe Kur'an, adhuro Zotin derisa të vjen ti bindja. Dhe nga ky keq kuptimi i këtij ajetit, e marrim si shkas për me tregu se Kur'anin, fjalën e Allahut, për ta kuptuar, duhet ta krahasojmë ose duhet ta komentojmë me ajetet tjera të Kur'anit. E para, e dyta, ta komentojmë me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta, ta komentojmë me fjalë të sahabeve. Sepse në kohën e tyre ka zbrit Kur'ani, në gjuhën e tyre ka zbrit Kur'ani, dhe në kohën e tyre ka qenë i pranishëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka sqaruar atë që ka qenë e paqartë me Kur'anin. Dhe nëse dojmë me kuptu Kur'anin si duhet mi pas këta tre fazat të komentimit. Kur'anin me Kur'an, ajet i përgjeshëm, ajet të veçantë, ajet të përgjeshëm, ajet që detalisht i sharon kuptimin e këtij ajetit, pastaj Kur'anin me sunet, me hadithet pejgamberit alayhis salam, sikur se është rasti konkret, kur thot wa'bud rabbaka hatta yatika al-yaqin, dhe bën ibadet Allahun derisa në vdekja, thot pejgamberi, yaqini është vdekja. E sharon, ose sikur se ndodhte ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, në udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që kanë dhënë begati, e jo në rrugën atyre që kanë deviju, që është Allahu të idhrum. Thot Allah është i idhrum në jehudit dhe është janë të devijuar krishterët me hadith. Ta sharon kuptimin e ajetit, apo për shembull, kur Allahu xhalal alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ata që besojnë Allahun dhe imanin e tyre nuk e veshin me zullum, ata janë besimtarë dhe ata kanë siguri dhe ata janë të udhëzuar. Thot këtë rast zullumi është shirku. E shëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me kuptuar shëndosh edhe qartë ajetin. Dhe për këtë shkak e komentojmë Kur'anin me sunet dhe pastaj nëse s'ka ndonjë argument nga suneti e komentojmë Kur'anin me fjalë të sahabeve
dhe vetëm kjo formë është formë e shëndosh edhe e sakt e kuptimit e Kuranit. Të gjitha forma tjera që dalin nga këto korniza, domethënë kanë mundësinë e madhe të devijimit edhe të kuptimit të gabuar të ajeteve të Kuranit. Pra këto janë porositë që na jep Imam Nevevi rahimullahu taala duke i sjellë këto ajete në fillimin e kapitullit, për me tregu se nuk duhet me qenë shkak pse gjatë kohë jemi duke bërë një ibadet na të mërzitemi prej tij, ose domethënë të largohemi tërësisht prej tij. Dhe këtu del që është gjithashtu urësia e lloj-llojshmërisë e ibadeteve që i ka Islami. Nëse për shembull mërzitesh nga agjërimi, e ki namazin, vullnetar po foli për farzet. Nëse mërzitesh nga namazi vullnetar, e ki dhikrin. Nëse mërzitesh nga dhikri, e ki sadakan. Nëse mërzitesh nga sadaka, e ki zjaretin. Nëse mërzitesh nga zjareti, e ki urdhërimin në të mirë, ndalimin nga e keqa. Nëse mërzitesh për kësaj, ki ibadetet domethënë e duas. Nëse mërzitesh për kësaj, e ki lezimin e Kuranit, e kështu me radhë. Dhe thotë vazhdimisht ki ibadetet e lloj-llojshme, të natyrave të ndryshme, që nëse të mërzitesh shpirti me një, kalon të tjetra. Edhe kjo është kuptimi i asaj që Allahu në Kur'an thotë: "Wa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kur ta përfundosh një adhurim, ngritu për tjetrin dhe ka Zoti udhëto edhe ec. E tash jeta e besimtarit është kjo. E përfundon një ibadet, e vazhdon tjetër dhe nuk ka hapësirë për të mërzit për ibadeteve, ose Zoti na ruaj për ta bënë një vepër e pastaj për ta prish atë. Shembull te sadakaja. E jep dikujt sadaka, edhe pastaj ja përmend atij aq shumë saqë i hi për mikrije. Andaj Allahu la tatba'u sadaqatikum bil manni wal adha, mos i pasoni sadakat e tuaja, tu i përmend e tu dëmtu ata që ju keni dhënë ju sadaka. Andaj kur t'ja përmendesh dikujt, e humb shpërblimin e asaj që ti e ke bërë. Andaj Allahu dhu gjallë në Kur'an çka thot? Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kush vjen me një vepër të mirë, ka shpërblimin edhe të fiqit e saj. Domethënë kush vjen te Zoti, pse? Se ka mundësi ti me bë atë punë dhe me të metë dunjë mos me shku te Zoti. Ose ka mundësi ti me bë një punë, pa ajo mu prish e mu dëmtu para se me mri te Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj na mëson domethënë me këto ajete të zgjedhura e Imam Neveviu rahimahullahu taala se kjo rrugë sa të jemi gjallë nuk ka fund. Fundi i kësaj rruge është fryma e fundit që e marrim këtë dunjë. Edhe kur kam pyet Imam Ahmedin rahimahullahu taala, siç ndoshta i shkon ndërmend ndonjë të riut me pyet, me thon, a su boll më ibadet e kur do të përfundon kjo punë? E kam pyet Imam Ahmedin, ka thon, me të raha ja imam, kur do të rahatohemi më? E do të largojmë të lodhja dhe angazhime, mu qënë sabah, e me bo namaz, e me mor abdest, e me bo ibadet, e me largu pi harameve, vazhdimisht, po lodhet e mërzit e njeriu, kur do të rahatohemi? Tha, kur të avndojmë kamën e parë në xhenet, atëherë rahatohesh i haron edhe lodhjet, edhe mërzijat, edhe raskapitit e kështu me radhë. Elusim Allahu dhu xhelal që vazhdimisht të bën për atyre besimtarëve që e mbushin jetën me vepra të mira dhe vazhdojnë në mënyrë të matur dhe mesatar në adhurime, dhe pastaj kur t'i bëjnë këto vepra i ruajnë ato si syt e ballit dhe kujdesen për to, ashtu sikur se një punëtor, një tregtar që e fiton pasurinë me lodhje dhe me mund, e ruan si syt e ballit. I dhimbët kur e harxhon, pse e ka fituar me djerës, me mund, ashtu edhe ibadetin tanë ruaje, mos e hub kot, mos e prish, mos e dëmto me gjërat pa vlera ose me gjëra të më thonë të përditshme që në ndodhin në jetën tonë. Elusim Allahun dhul xhelat na e bëjë të dobishme dhe vepra të mira, na e bëjë dhe bereqet në dunjë dhe në ahiret. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillah. واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف ومقعد غير قاصي يا واهب الفضل جازلا لطائع ولعاصي
الفضل جازلا لضائع ولعاصي يا أخذا بالنواصي أدرك غريق المعاصي